qytetarët dhe për shtetin. Duhet një administrat e fortë, një administrat që ka aftësi nga njëra anë dhe integritet nga ana tjetër, për të pasur rritjen e vazhdueshme që kemi, qoftë nga të ardhurat në dogana, qoftë nga të ardhurat në tatime. Duhet një administrat absolutisht ndryshe nga ajo që kemi pasur deri disa vite më parë, që klima e biznesit të jetë pozitive, që kompanitë të performojnë pa u ndjerë nën presionin e vazhdueshëm të kërkesës për rishfet apo të korrupsionit, siç ka ndodhur deri jo shumë vite më parë, dhe patjetër që duhet një administrat që është e mirë pozicionuar në raport me qëllimet e shpallura të qeverisë, për t'ia dalë që në fund të ditës rritja ekonomike të përkthehet në rritje pagash, në rritje pensionesh dhe në më shumë të drejta.